plani që ke? Në atë kohë kisha një plan tjetër, jam në shkollë të lartë, jam në vit të dytë, kam dëshirë mbaroj shkollën e lartë. Të vjen keq që ke pasur në jetën tënde këtë lloj eksperience? Jo, nuk më vjen keq. Më ka bërë shumë mirë. Të ka bërë mirë? Po, më ka bërë shumë mirë në fortësinë time. Ndjem shumë e fortë, e kuptoj shumë mashkullin, i kuptoj të mirat, i kuptoj të këqijat, edhe nëse kam plan të mbaroj shkollën, po nëse do më jep edhe një herë mundësia, do ta bëja. Përsëri? Po, me dëshirën time. Po pse do ta bëje? Ti tani po mbaron shkollën, nuk mendon që duhet është më mirë të punosh në këtë profesionin që ke zgjedhur? Po është një profesion që fiton shumë dhe shpejt. Ti mendon që në Shqipëri ekziston? Sigurisht, kudo. Ku e shikon për shembull? Ke dëgjuar raste konkrete? Kam dëgjuar dhe kam parë. Të tipit për shembull? Të tipit, kudo shkon në një muzik live, ke goca që presin klientin. Po këtu në Shqipëri ka ndodhur që të shkosh me lekë? Jo, nuk pranoj në Shqipëri, nuk pranoj. Të ka ndodhur që njerëz do të kenë ofruar lekë në këmbim të seksit? Jo, nuk më kanë ofruar, nuk e kam diskutuar dhe nuk pranoj. Ti pse do të vazhdo shkollën ndërkohë që... Unë jam në vit të dytë dhe nuk duaj që ta lëj. Duaj që ta mbaroj dhe nëse nuk fitoj punë me shkollën që kam, apo fitoj një punë ku unë paguam 200 euro në muaj, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen të punoj 8 orë në 200 euro në muaj, kur unë në 200 euro i merja në një orë. Sa fitoje paga shumë në muaj? Një fundjavë imja kushton të 2000 euro në ditë, kështu që në një muaj mund të fitoja diku tek 7-8 mijë euro në një muaj, po.